Për vota po dërgon zarfe me 100 euro për 800.000 pensionistë. Berisha sulmon Ramën në konferencën e PPS. Kryedemokrati Sali Berisha sulmoi kryeministrin Edi Rama gjatë fjalës së tij në konferencën e PPS që po mbahet në Podgoricë. Fjala e plot në konferencën e PPS Podgoricë. I nderuar zoti president Weber, të nderuar zonja dhe zotrinj, faleminderit shumë për ftesën, ndihem shumë i nderuar që jam këtu në këtë rikthim pas 12 vjetësh dhe ju siguroj se Partia Demokratike është plotësisht e angazhuar për integrimin e vendit në BE përmes një procesi të bazuar në merita si interesi më i mirë kombëtar i shqiptarëve. Nga kjo platformë dëshiroj të shpreh mirënjohjen time të thellë për EPP, CDI dhe IDU për rezultatet jashtëzakonisht ndihmuese që votuan në mbështetje të Partisë Demokratike dhe Demokracisë në Shqipëri. Një mirënjohje të veçantë dua t'i shpreh miqve të mi si dhe Partisë Demokratike nga CDU, Forza Italia, Adenauer Stiftung dhe Heritage Foundation, të cilët na mbështetën në ditët tona më të vështira. Në shqyrtimin e procesit të integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE vrehet ngadalësimi i këtij procesi, por shkaku kryesor i këtij ngadalësimi mendoj se nuk qëndron vetëm në euroskepticizmin e përhapur, i cili është një realitet i pamohueshëm, as edhe në kundërshtit midis vendeve anëtare të BE-s. Shkaku kryesor i ngadalësimit të procesit qëndron në vetë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe qëndrimin e tyre ndaj integrimit në BE. Shqipëria po shkon drejt zgjedhjeve të përgjithshme në kushtet e narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë, i vendosur që nga viti 2015, në këtë vit në përputhje me qëndrim të hapur në favor të qeverisë dhe mbështetje direkte nga policia, miliona bim kanabisi u mbollën në të gjithë vendin. Këto bim kanabisi gjeneruan rreth 10-12 miliard euro dhe i dhanë mundësi trafikantëve shqiptar të pushtonin tregjet e kokainës në Amerikën Latine. Pas arrestimit të El Capo, vëllezërit shqiptar hysi morën drejtimin e Sinaloas. Njëri prej tyre, sipas dokumentave zyrtare, u mirëprit nga Edi Rama në zyrën e tij dhe u shpërblye me një licencë kazinoje dhe një hotel me 5 yje në Vlorë. Të premten e kaluar, narko-diktatori i Tiranës me moton kanabis për vota miratoi për herë të parë me vendim qeveritar VKM licencat për 138 zona të mëdha që shtrihen nga jugu në veri për planta kanabisi nën alibin e përdorimit mjekësor. Ndërkohë javën e kaluar nga një studim i OKB-s, shqiptarët u shpallën të parë në Europë për përdorimin e kokainës. Për 3 vjet në portet e vendit nuk është konfiskuar asnjë gram kokainë, pasi qeveria ka deleguar trafikimin e saj te klanet mafioze që lidhen drejt për drejt me kryeministrin. Në historinë e saj të gjatë shekullore, Europa ka njohur diktaturë naziste, komuniste, teokratike, junta ushtarake, por nuk ka njohur kur narko-diktaturën që përjeton Shqipëria sot. Studiues të diktaturave si Hu Jintong e tjerë e konsiderojnë këtë formë diktature si formën më të keqe të gjitha të tjerave. Kush të doj le të vinë në Shqipëri, kushtetuta, ligjet, vendimet e gjykatave janë letër e vdekur. Ekonomia kontrollohet kryesisht nga droga, prodhimi i vendit dhe eksportet kanë rënë në mënyrë katastrofike, ndërsa treguesi i ndërtimit është më i larti në Europë. Çmimet e banesave janë më të shtrenjta pas Munihut dhe Parisit. Euro është e shtrirë për dhe, pra është vlerësuar me 35%. Sipas Eurostat, nga viti 2014 deri në 2023, 1.999.000 shqiptar janë larguar nga vendi drejt zonës Schengen. Kryeministri i vendit, i cili shfaqet në samite ndërkombëtare me këpucë të bardha, paraqitet si një piktor dhe sportist liberal, ndërsa në vend sillet si një diktator që për të siguruar një mandat të 4 përdor territorin politik. Ai urdhëroi arrestimin dhe mbajti Sali Berishën, ish kryeministrin, në arrest shtëpie për 333 ditë. Po ashtu policia brutalizoi publikisht dhe ka tërhequr me forcë Ilir Metën, ish presidentin dhe kryetarin e partisë të dytë opozitare nga makina e tij, duke goditur dhe duke tërhequr në rrugë pa paraqitur një urdhër arresti, ndërsa firmosi skenën e dhunës. Prej 6 muajsh në burg thjesht si person në hetim. Më pas, Fatmir Mediu, kryetari i partisë së tretë opozitare, u vu në hetim penal për një rast të gjykuar 15 vjet më parë. Regjimi, duke përdorur dëshmitar të rem, e dënoi deputetin e ri të Partisë Demokratike Ervin Saliasin me 1 vit burg, pasi ai denoncoi vllain e ministrit të Brendshëm
që kërkohej sepse ishte i dënuar në Itali për trafik droge dhe në vend që të ekstradohej drejtonte trafiqet nga Vlora drejt Italis. Po ashtu me dëshmitar të rem, Edi Rama mori mandatin nga Fredi Beleri për interesa personal mafioz për të marrë në bashkinë e Himarës në gjip tokat që nuk i takonin atij dhe të cilat Beleri nuk do të lejonte t'i përvetësonte. Të nderuar zonja dhe zotrinj, narkoshteti i Shqipërisë është një bashkëpunim i pushtetit me organizatat kriminale më të rrezikshme në rajon dhe përtej. Pas zbulimit nga shtetet partnere të serverëve, të bisedave telefonike dhe mesazheve të organizatave kriminale me telefonat koduar si Sky, SCC, Matrix dhe EncroChat, zbuloi se gjua e dytë me përdorur në këto telefona ishte gjua shqipe dhe përdorimi më i lartë i tyre ndodhej në Shqipëri në ndërtesën e Këshillit të Ministrave. Të nderuar miq, zgjedhjet e 11 majit po zhvillohen në një vend ku një njeri kontrollon të gjitha pushtetet. Ai ka krijuar një shtet elektoral të një partie, ka vendosur një sistem të ngjashëm me patronazhin e dikurshëm me punonjësit e shtetit. Këto ditë, si një dhuratë për vota, ai po dërgon zarfe me 100 euro për 800.000 pensionist. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Ju siguroj se nuk do doja të mbaja këtë fjalim, por ky është realiteti i hidhur i Shqipërisë. Për Partinë Demokratike nuk ka alternativë tjetër përveç se të luftoj për ndryshimin e tij. Partia Demokratike rrëzoi 35 vite më parë diktaturën komuniste të Enver Hoxhës dhe ju garantoj se në 11 maj me mbështetjen tuaj do të rrëzoj edhe narkodiktaturën e Edi Ramës.